Tiranë, viti 1920. Një qytet i vogël në zemër të Shqipërisë, zgjohet mes dritës dhe pluhurit. Nga lart kulla e sahatit dhe xhamia ruajnë qetësinë e shekujve. Rrugicat mbushen me njerëz që ecin ngadalë, tregtarë që hapin dyqanet dhe thirrje të buta tregut. Një qytet që ende nuk e di se po bëhet kryeqytet. Përtej qendrës, ura e tabakëve lidh brigjet e lumit. Fëmijët luajnë poshtë saj, ndërsa mbi të kalojnë kuajt e burrat. Uji rrjedh i kthjellët, si koha që nuk kthehet më. Në një punishtet vogël, mjeshtri punon qeleshet me dorë, nga leshi i bardh lind simboli shqiptarit. Duart e lodhura mbajnë gjallë traditën. Para posterave të Kinema Idea, njerëzit ndalen me kureshti. Për herë të parë Tirana sheh lëvizjen e figurave në mur. Një frymë e re mbërrit në qytet. 2 gra me ferexhe të zeza ecin mes rrënojave. Heshtje pluhur dhe kujtime lufte e tyre. Në hapat e tyre ndjehet forcë se hesht. Në tregun e mbushur, zërat përzihen me aromat e fruta. Gratë blejnë, burrat bisedojnë. Jeta rrjedh zemra e Tiranës rreth në treg. Pranë xhamis, njerëzit shëtisin mes kafshëve dhe turmës. Lope kuaj kalojnë ngadalë në rrugë. Qendra e qytetit pulson me jetë. Një burrë ecën me gomarin e tij, e mban nga litari i gjatë. Hapat janë të ngadalta, të qeta me dinjitet. Një pamje e thjesht, një frymë vjetër e Tiranës. Nga lart, 2 ushtarë ecin në treg, rend dhe disiplinë në mes të zhurmës. Tirana mëson të jetë kryeqytet. Para xhamis, burrat lahen përpara faljes. Një çast paqeje në zemër të qytetit. Në sfond një ushtar vështron rrugën drejt së ardhmes. Dritë e mëngjesit bie mbi minaret dhe çatit me tjegullar. Tirana e vitit 1920, një qytet që zgjohet, gati të bëhet zemra e një kombi.